Pas skandalit me vjedhjen e dosjeve në SPAK, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar reagoi ditën e sotme ku jep versionin e saj se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Sipas Prokurorisë së Posaçme, objekti i sulmit ka qenë kryetari i këtij institucioni Altin Dumani. Më datë 12 mars 2025, SPAK është vënë në shënjestër të një ndërhyrje të paligjshme të adresave të emaileve të prokurorëve të posaçëm, por falmasave të sigurisë nuk u arrit të ndërhyej në sistemin e brendshëm të kësaj strukture, i cili mbetet i pacënuar, siç thot vetë SPAK. Nga verifikimet rezulton se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-së së këtij institucioni. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione pa mundur të sigurojnë akses në dosjet hetimore. Ata kanë tentuar të ndërhyrin edhe në emailin e kreut të SPAK-ut Altin Dumani, por pa sukses. Pas jetimit intensiv të Prokurorisë Posaçme me përfshirjen e BKH-s dhe sektorit të ekspertizës së kësaj prokurorie, u bë mundur që të zbulohej kjo ndërhyrje e paligjshme, duke identifikuar dhe arrestuar brenda 24 orëve dy shtetas individin që ka realizuar ndërhyrjen në emailet dhe atë që ka shpërndar informacionin tek persona të tretë. Po ashtu është bërë mundur sekuestrimi i pajisjeve të përdorura për të realizuar ndërhyrjen si edhe skedarët e shkarkuar. Prokurori i çështjes me qëllim ruajtjen e sekretit hetimor ka urdhëruar personat të cilët kanë rënë në posedim të këtyre informacioneve të mos u publikojnë ato. Ndërkohë, janë marrë në pyetje edhe individë të tjerë që mund të kenë pasur lidhje me personat e arrestuar dhe kanë poseduar këto informacione. Nga ana tjetër, Prokuroria e Posaçme ka nisur edhe një hetim të brendshëm administrativ që konfirmon se sistemi i përgjithshëm i IT-së nuk është cënuar. Po ashtu, janë marrë masa shtesë për forcimin e protokolleve mbrojtëse të sistemit të përgjithshëm të IT-së së këtij institucioni. Vetë SPAK nuk jep asnjë informacion për personat e arrestuar që kanë bashkëpunuar me personelin e brendshëm të këtij institucioni. Megjithatë, Prokuroria e Posaçme siguron publikun dhe të gjitha palët e interesuara se janë marrë të gjitha masat për të mbrojtur dosjet, të dhënat e ndjeshme dhe për të ruajtur integritetin e infrastrukturës së këtij institucioni. SPAK i ka kanalizuar hetimet lidhur me këtë çështje mbi ekzistencën e një grupi të strukturuar kriminal që fshihet pas saj. Megjithatë, publiku ngret disa pyetje. A është hakerim apo vetë hakerim? A ka lidhje mazhoranca me këtë hakerim? Kujt i shërben ky hakerim? Çfarë informacionesh janë marrë nga ky ashtu quajtur hakerim? Pse SPAK nuk bën transparencë të plotë me publikun, por fshihet pas sekretit hetimor? Hakerimi apo vjedhja e këtyre të dhënave me cilat dosje përkon? Ndoshta në vazhdim këto pyetje mund të marrin edhe ndonjë përgjigje të pjesshme. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e sotme për mediat komentoi vjedhjen e informacioneve nga sistemi i prokurorisë së posaçme. Berisha bëri disa deklarata të forta me akuza që shkojnë indirekt jo vetëm për SPAK-un, por edhe për partinë në pushtet. Berisha thotë se ka informacione që këtë skandal duan t'ia faturojnë Fatmir Xhafës. Kreu demokrat thotë se aktualisht në Partinë Socialiste ka nisur lufta e brendshme. Megjithatë, Sali Berisha ngre një pyetje të fortë, duke thënë se çfarë ka qenë, hakerim apo vetë hakerim. Berisha ngre alarmin se këto të dhëna janë marrë po manipulohen. A është hakerim apo vetë hakerim nuk e di. Të dhënat po merren dhe manipulohen. Mund të kemi një luftë të brendshme mes klaneve mafioze të Partisë Socialiste, po e përdorin këtë situatë për të sulmuar njëri tjetrin, por duan t'ia faturojnë Fatmir Xhafës. Këto të dhëna, edhe nëse janë hakeruar apo vetë hakeruar, po shfrytëzohen për qëllime të caktuara, paralajmëron Berisha. Mund të ketë një luftë të brendshme mes klaneve mafioze të Partisë Socialiste. Grupi armiqësor, Xhafa, Pastori, Bushka dhe 2-3 të tjerë. Më shëmbëllen si historia e statuseve të Erion Veliajt. Statuset i shkruante Rama, ndërsa SPAK-u i përgjigjej Erion Veliajt. Thot Berisha. Për herë të parë kryeministri Edi Rama guxon të komentojë rikthimin e amerikanëve pranë SPAK-ut, megjithatë përveç propagandës boshe ai nuk ka asgjë tjetër për të thënë. Rama zbulon sipas tij arsyeën e vërtet që i risolli amerikanët pranë institucioneve të reja të drejtësisë. Sipas Bablokut, ata u infektuan nga opozita me kryes Sali Berishën për superkomisionin Fatmir Xhafaj. Edhe ditën e sotme, duke kërkuar votën e 11 majit, Rama mori sërish meritat për drejtësinë e re. Për herë të parë njerëz me pushtet politik po japin llogari para drejtësisë, tha ai. Megjithatë, karta që po luan Rama në këto zgjedhje është e pisët, pasi ai po u tregon shqiptarëve se vetëm ai dhe Partia Socialiste mund ta integrojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian tron ditë kryeministrin Rama dhe i rrëzon kryekput kauzën e tij elektorale për mandatin e 4 të 11 majit, ato të pasaportës europiane. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, në tryezën e sotme dialogu social në Ballkanin Perëndimor, hodhi në erë propagandën e Edi Ramës, kur tha se korrupsioni po vret ardhmen e vendit dhe në këtë të fundit mungon sistemi që bazohet në merita. Të rinjt shpesh janë të shqetësuar për të ardhmen, edhe kjo sjell dëshirën për të emigruar sepse kanë pasiguri për punën. Kjo mund vijë edhe prej punësimit informal, nuk paguhen ditët kur nuk janë mirë me shëndet. Shqetësim tjetër është cilësia e arsimit, por edhe korrupsioni është pengesë e madhe për të rinjt që të realizojnë ëndrat. Mungon një sistem që bazohet tek merita. Na duhet një dialog social dhe domethënës. Shpesh OJQ-t janë në pozitë më të mirë se zyrtarët për të folur me të rinjt. Bashkimin Evropian e keni në krah për t'u ndihmuar me punësimin dhe dialogun social përmes planit të rritjes që adreson çështjet socio-ekonomike në Shqipëri, por edhe në Ballkanin Perëndimor në tërësi, thot ai.
Fatmir Xhafaj sfidon direkt e publikisht SPAK-un duke paralajmëruar se ai përmes superkomisionit të tij do të reformojë shtetin totalisht. Kjo për cilin foli sot Fatmir Xhafaj me superkorrupsionin e ashtu quajtur se do të luftojë korrupsionin në Shqipëri, quhet pa frikë drejtësia 2, pasi njëshi tashmë dihet se kush është. Xhafaj tha sot se tani është momenti për një reformë tjetër që do i paraprij anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe kjo ka të bëjë me mirëqeverisjen antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit duke sfiduar kështu hapur SPAK-un, a thua politika zëvendëson drejtësinë. Drafti i mbështetur fort në gjetjet e dokumentit analitik ka masat e dakordsuara me Bashkimin Evropian. Dokumenti përpunuar nga grupi i komisionit dhe i negociuar me grupin shqiptar me administratën publike, shoqërinë civile dhe i shtuar ekspertizës së ekspertëve të huaj, ka qenë një punë intensive e debatuar me tryeza e konsultime. Ne duam anëtarësimin në BE përmes hyrjes me merit në të me reformimin e shtetit. Një shoqëri e shëndetshme nuk matet sa shkojnë në dyert e burgut, por sa aftësi parandaluese ka. Ky draft plan veprimi synon një rol më proaktiv të kuvendit në përmbushje të sfidave të integrimit. Merr fund te skepticizmi në debatet e zhvilluara prej kuptimit gabuar të ndarjes së tre pushteteve. Shqipëria është republikë parlamentare dhe kuvendi është mbajtës i vullnetit të popullit, thot Xhafaj, thën shkurt e shqip. Fatmir Xhafaj konfirmoi sot ato që është thënë deri më sot, se superkomisioni në drejtimin e tij me plan të Edi Ramës synon të hedhë në erë SPAK-un dhe drejtësinë e re para se uji i saj të hyjë poshtë rrogozit të tyre. Kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci u përgjigj sot publikisht akuzave të Sali Berishës, ku ky fundit e akuzoi se po mbajt peng nga Edi Rama përmes një dosje shumë të rëndë në ngarkim të tij. Për kryebashkiakun e Shkodrës disa zgjedhin të shajnë të flasin, ndërsa ai dhe ekipi i tij kanë zgjedhur të punojnë. Secili bën më mirë ato që di të bëjë më mirë, dikush bën më mirë të flasë dhe të shajë. Ajo që dim ne të bëjmë më mirë është që të bëjmë punën, se puna është përgjigja më e mirë për Shkodrën. Shkodra nuk ka nevojë shumë për një temperaturë politike sesa ka nevojë për një motivim pune. Ne kemi hyrjen e Shkodrës, ne kemi hyrjen e Pashallëkut. Ky investim që filluam sot është investimi Shirok Zogaj, po pastrojmë liçenin. A ka përgjigje më të bukur, më të qetë për qytetin se sa kjo, thot Beci. Një pajisje që shpëton jetë, e quajtur ECMO, mungon në repartin e kardiologjisë në QSUT. Pajisja shërben në rastet urgjente jo vetëm për sëmundjet e zemrës, por edhe për mushkrit. Aparatura ECMO pompon në mënyrë të vazhdueshme gjakun nga trupi dhe më pas e shpërndan atë përmes pajisjeve që rrisin oksigjenin dhe heqin gazin karbonik deri në momentin e stabilizimit të pacientit. Kjo pajisje kushton më pak se 200.000 euro, ndërsa të paktën 50 pacient humbasin jetën çdo vit si pasojë e mungesës së saj në QSUT. Lidhur me rastin ka reaguar edhe kontrolli i lartë i shtetit që konfirmon zyrtarisht mungesën e kësaj pajisje jetë shpëtuese. Sipas KLSH-s, në shërbimin e kardiokirurgjisë pranë QSUT-s kjo pajisje mungon dhe nuk ka pasur asnjëherë një të tillë. Ndërkohë që shqiptarët vdesin se nuk ka një pajisje të tillë, Edi Rama ndërton kopshtin Eden në oborrin e tij të kryeministrisë, $4.300.000. Vrasësit nuk janë vetëm ata që përdorin armën. Vrasjet realizohen me 1.001 forma të tjera. Një prej tyre është edhe kjo në këtë lajm. Pas skandalit të mishit të pulës me salmonel kapur në vendin ton, regjistrohet një tjetër skandal që këtë herë po kalon në heshtje. Autoritetet e Bashkimit Evropian kanë ndaluar në Kroaci një sasi specash me pesticide të ardhura nga Shqipëria, por për këtë Ministria e Bujqësisë dhe Aku po heshtin sepse janë të zënë me fushatën elektorale për të mbledhur votat e 11 majit për mandatin e 4. Ndërkohë tek skandali i pulave me salmonel, në vend që të arrestohej drejtori i AKU Solsi Komici, Edi Rama e kandidoi për deputet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me në krye presidentin Donald Trump bëjnë edhe një herë thirrje për të gjitha vendet e aleancës së NATO-s që të rrisin parat për mbrojtjen. Slogani është i shkurtër dhe i qartë: paqja nuk vjen falas. Objektivin e administratës Trump e ka shpërndar sot në kanalin e saj zyrtar ambasada amerikane në Tiranë, duke thënë se aleatët e NATO-s duhet të investojnë në sigurinë e tyre. Vetëm kur të gjithë aleatët investojnë në sigurinë e tyre në nivelin e duhur, ne mund të sigurojmë vërtet paqe për të gjithë aleancën e NATO-s. Paqja nuk vjen falas, thuhet në këtë postim të ambasadës amerikane, mesazhi i cili vjen në një moment kur NATO po nxit të gjitha vendet anëtare të rrisin buxhetet e mbrojtjes duke forcuar kapacitetet përballë sfidave të reja globale të sigurisë që janë më të shumta se kurrë. Bujar Shega alias Marcel Shega është ekstraduar nga Italia, aty ku arrestuar nëntorin e vitit 2024. Ai njihet si truri financiar i organizatës kriminale me kryesuel Çelën në Elbasan. Ndaj Bujar Shegës u lëshua nga SPAK një urdhër arrest, ndërsa gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lan fuqi arrestin me burg në mungesë ndaj biznesmenit 52 vjeçar. Ekstradimi i Bujar Shegës në Shqipëri u krye me pëlqimin e tij, ndërsa ndaj tij rëndojnë akuzat për pastrim parash dhe trafik droge. Marcel alias Bujar Shega është administratori i dy kompanive Viola Green dhe Wonder Green. Shega njihet edhe si koka e financave të bandës së Suel Çelës. Kompanitë e tij kanë fituar tender për pastrimin e disa qyteteve dhe Shega njihet për njohje lidhje të forta në politikë. Përmes kompanive të tij dyshohet se Shega pastronte paratë e disa grupeve kriminale përfshirë edhe një grupi të fuqishëm me bazë në Dubai që ka investuar në Tiranë pasuri të paluajtshme.
Në konferencën e sotme për shtyp kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha lëshoi perlën e radhës. Në reagim pas vendosjes së tarifave nga administrata amerikane me krye Donald Trump, Berisha tha se për pjesën e Shqipërisë ai do të negociojë pas 11 majit direkt me presidentin Donald Trump. Tarifat që vendet kishin ndaj Bashkimit Evropian ishin shumë më të larta se sa SBA ndaj prodhimeve të tyre. Nëse një vetur jo prodhim amerikan tarifohej tazëm me 3%, në SBA vetura amerikane tarifohej me 10%. Kishte vende që e kishin 17% tarifën në një kohë kur SBA kishin tarifa 3% për to. Kjo është një çështje globale që nuk mund të jetë një anshmëri. Ajo që dëgjuat këtu me Made in Albania, ajo është drejtim themelor i kohës për ekonominë. Prodhim, shpërndarja e pabarabartë e prodhimit rrezikon për ekonominë të qëndrueshme. Ky është komenti im. Negociata pas 11 majit me Donald Trumpin, thot Berisha. Pyetja është se si do negociojë ky i fundit për sa kohë? Është non grata nga vetë Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe këtu përgjigja konfirmohet për të 1 milion herë se vetë Sali Berisha e di shumë mirë që do të jetë sërish dyshi pas 11 majit, ndaj dhe bën premtime të tilla. Shpallja e tarifave një ditë më parë nga presidenti amerikan Donald Trump tronditi botën. Bursat shkuan në rënje të lirë, ndërsa çmimi i naftës në pikjat, ekonomia botërore në pikpyetje të madhe. Për Europën, tarifat amerikane u shpallën në 20%, për Kinën 34% dhe për Japoninë 24%, ndërsa për pjesën tjetër të globit tarifat janë 10%. Pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, çmimi i naftës ran nën $70. Aplikimi i tarifave të fundit të Donald Trump po i detyron investitorët të shkojnë drejt aseteve të sigurta, pasi lufta tregtare globale tashmë ka nisur. Lajmërimi i tarifave të reja tregtare goditi edhe kriptomonedat, ku Bitcoin ran në $82,000. Vetë dollari amerikan pësoi rënje, edhe tregjet kryesore të aksioneve aziatike pësuan rënje pas hyrjes në fuqi të tarifave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në reagimet nga të katër anët e botës, Gjermania u shfaqet tërbuar duke akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se duan të shkaktojnë dëme të mëdha në mbar botën. Nga ana tjetër, kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se Britania e Madhe do të mundohet të arrijë një marrëveshje edhe më të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të njëjtën linjë ishte edhe Bashkimi Evropian, i cili nëpërmjet presidentes Komisionit Evropian Ursula von der Leyen paralajmëroi një tentativë për negociata me vetë presidentin amerikan Donald Trump në drejtim të kësaj linje. Por ajo që habiti jo pak botën ishte se këto tarifa përjashtuan Rusinë dhe Vladimir Putin del edhe një herë tjetër fituesi i madh. Për të ndalur tek rajoni i Ballkanit Perëndimor, tarifa 10% përfshin edhe Shqipërinë e Kosovën, ndërsa për Serbinë Donald Trump ka vendosur tarifën 37%. Bilanci i tërmetit tragjik të pak ditëve më parë në Myanmar ka kapur shifra lufte. Numri i viktimave deri më tani shkon në 3003, ndërsa 351 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet e kërkim shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë në rrënoja, por puna e tyre është vështirësuar për shkak të kushteve të këqija të motit. Autoritetet thonë se më shumë se 28 milion njerëz u prekën nga ky tërmet, ndërsa në dispozicion janë vënë nga Kombet e Bashkuara $12 milion fonde emergjente për ushqim, strehim, ujë dhe shërbime të tjera në Myanmar. Ndahet nga jeta në moshën 91 vjeçare aktoria e madhe shqiptare Margarita Xhepa. Lajmi për shuarjen e yllit të kinematografisë shqiptare u dha nga i biri, aktori Ndriçim Xhepa. Aktoria u lind më 2 prill 1934 në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi hapat e para drejt karrierës së saj brillante. Një ditë më parë aktoria festoi ditëlindjen. Margarita Xhepa numëron mbi 150 role në teatr dhe 32 role në kinematografi. Veç suksesit me veprat e shumta të dramaturgëve shqiptar, Margarita Xhepa ka korrur sukses edhe në rolet e dramaturgjisë botërore. Në reagimin e tij, presidenti i Republikës Bajram Begaj përcolli ngushëllime për familjen e artistes së madhe dhe për të gjithë botën e artit shqiptar, duke thënë se sot u shua ylli i skenës dhe ekranit shqiptar. Shumë artistë folën sot për Margarita Xhepën, të gjithë ndan bindjen e përbashkët se Margarita Xhepa iku nga kjo jetë e plotësuar, ndërsa aktoria Raimonda Bulku ndau takimin e fundit me të në spital, duke thënë se në sytë e saj kishte ende shpresë. Për Bulkun, Margarita Xhepa ishte aftë të luante me profesionalizmin më të madh çdo rol që jepej në drama, komedi e filma, duke lënë një ndikim të madh në artin shqiptar dhe ka qenë një simbol i gruas shqiptare në kinematografi. Dy fjalë tha sot edhe kolegu i Margarita Xhepës, Mevlan Shanaj, i cili i përlotur tha se Margarita Xhepa ishte krenaria e të gjithë shqiptarëve. Ai kërkoi shpalljen e zis kombëtare, pasi siç thot ai, Margarita Xhepa është pasuri kombëtare. Në Beograd u mbajt sot kongresi 49 i UEFA-s, një nga ngjarjet më të mëdha që është mbajtur në Serbi. Mirpo teksa flitej për futbollin, sidomos për vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor dhe plani për kampionatin evropian të futbollit 2027, por jo vetëm, regjistrohet një incident provokativ. Organizatorët e këtij eventi në Beograd kanë hequr flamurin e Kosovës. Ky veprim duket se është ndërmarrë në momentin që kreu i Federatës Futbollit të Kosovës Agim Ademi pozoi me flamurin e vendit të tij në ambientet e kongresit, gjë që shqetësoi organizatorët serb.
Megjithatë, më pas Federata Serbe e Futbollit është detyruar që të kërkojë ndjesë për këtë veprim. Në fjalën e tij në këtë event, presidenti UEFA-s Aleksandar Seferin tha sot se bashkëpunimi i Shqipërisë dhe Serbisë në organizimin e Euro 2027 për kampionatin e 21 vjeçarëve është një shembull i jashtëzakonshëm për fuqinë e futbollit. Futbolli është më shumë se sport, njëkohësisht është pasqyrë dhe modeli i shoqërisë. Flet një gjuhë universale e cila kalon kufit, bashkon komunitetet dhe frymëzon ëndra. Jo më kot shikojmë drejt finaleve të Euro 2027, një kompeticion që do të mbahet në Shqipëri dhe Serbi. Ky europian shërben për të treguar se në futbollin evropian nuk ka kufi, tha ai.